Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Po fillojmë me ligjëratën e 32 të shpjegimit të veprës Marak el-Fallah, Sharh Nurul Idah të Imam Shurëmbulalit rahimahullah. Jemi në shpjegimin ose ligjëratën e fundit kemi ngel në shpjegimin e namazit dhe dispozitat që kanë të bëjnë me namazin e vitrit. وكميته هو يعني الفطر 3 ركعات. Sasia e namazit të vitrit është 3 rekat. Yashtaritu fi'luha biteslimetin, që falen me një selam. Pra 3 rekat dhe kushtëzohet që të falen me një selam. Lianna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam كان يوتر ب3 لا يسلم إلا في آخرهن. Sepse thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e falte namazin e vitrit 3 rekat, la yusallimu, nuk jepte selam illa fi akhirihinne, vetëm se në fund të 3 rekateve. Hadithin e transmeton Hakimi dhe e konsideron hadith sahih, sipas kushteve të Imam Bukhariu dhe Muslimit. Kur thon këto, sepse Bukhariu dhe Muslimi, përveç haditheve sahiha që i kanë koleksionet e veta, ka edhe hadithe tjera që ato i konsiderojnë sahihe, po nuk i kanë fut në sahihet e tyre. Pra Imam Hakimi thot ki hadith është sahih sipas kushteve të Imam Bukharijës dhe Imam Muslimit. Tradithin e transmeton Aisha radiallahu anha. Wa yakrahu wujuban, pra leximi është farz. Wujuban këtu bimana al-fardh. Fi kulli rak'atin minhu el-Fatiha wa sura. Në realitet këtu wujuben është vajib, jo farz. Yakrahu wujuban është vajib sepse e përmend të dyat, i përmend në veti, Fatihan edhe surën. Kurse leximi i Kuranit është në përgjithësi është farz. Thot është vajib që në rekatin e parë të lexohet surja el-Fatiha, pra elhami, dhe një sure ose diçka nga Kurani Kerimi. Lima ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qara fil ula minhu ay ba'd al-Fatiha, sepse thot transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në rekatin e parë pas surës el-Fatiha e ka lexuar surën Sabbih isma rabbikal a'la, pra surën el-A'la. Kurse në rekatin e dytë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lexuar surën Qul ya ayyuhal kafirun, wa fi thalithati, në rekatin e tretë pas surës el-Fatiha e ka lexuar surën Qul huwallahu ahad. Pra 3 rekate leximi është vajib, këto të lexohet elhami një surë, në rekatin e dytë elhami një surë, në rekatin e tretë elhami një surë. Këtë këto janë vajib, se cila në veti është vajib. Leximi i Kuranit si Kuran është farz. Wa qanata qabla ar-ruku. Fjala al-qunut në aspektin gjuhësor do të thonë lutje, dua. Thot wa qanata qabla ar-ruku, kunutin pra lutjen, edhe ne e përdorim fjalën kunut. Kunutin thot e ka bo para rukujt në rekatin e tretë. Duan e kunutit e ka bo pejgamberi alayhi salatu wassalam në rekatin e tretë, qabla ar-ruku, para se me shku në ruku. Wa fi hadithi Aisha radiallahu anha, në hadithin e Aishës, këtu po e përfundon hadithin e më parshëm shka thamë,
se pejgamberi çka ka lexuar, kjo është hadith. Ruvia anhu sallallahu alaihi wasallam qara, çka ka lexuar dhe në fund të hadithit e ka thënë se kunutin e ka bën para rukujt. Në hadithin e Aishës radhiyallahu anha, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, Hazreti Aisha thot, qara fi thalithati, në rekatin e tretë e ka kënduar kul huwa Allahu ahad wal muawwidhatayn, edhe dy kuleudhët. Pra në namazin e vitrit e ka kënduar kul huwa Allahin, e ka kënduar në dytin kul huwa bi rabbin nas falak dhe kul huwa bi rabbin nas në të tre rekatet pas surës al-Fatiha. فيعمل به في بعض الأوقات عملا بالحديثين لا على وجه وجوب. Thot muslimanët e kanë, është mirë me e vepru edhe atë formë, edhe këtë formë. Për të vepru me dy hadithet, për të shtinë përdorim të dy hadithet. Edhe atë që thot sabbih isma rabbikal a'la në rekatin e parë, edhe atë që thot bashkë me kul ya al-kafirun dhe kul huwallahi, kjo është hadith në veti. Hazreti Aisha thot e ka kënduar kul huwallahi dhe muawwidhatayn, këto janë dy hadithe. Thot ne e praktikojmë herë njënën e herë tjetrën për të vepruar me të dy hadithet. Jo se është vajib, jo se është obligim kështu të bëhet, sepse mund që të bëhet edhe të lexohen edhe jashtë këtyre sureve. ويجلس وجوبا على رأس الركعتين الأوليين منه للمأثور. Mas rekatit të dytë, ulja mas rekatit të dytë është vajib, njëjtë ose ngjashëm sikurse te namazet farze. Këndohet bitisët rekati i dytë. Ulja në rekatin e dytë është në ulja mas rekatit të dytë, e te jati i parë është vajib. Do thot, nëse harrohet, yajibu sujudu saw, obligohet me sevi sejdë. Nëse ka filluar të ngritet dhe i kujtohet, duhet të ulet, e nëse është drejtu plotësisht, ka filluar në rekatin e tretë, por nuk guxon të ulet, sepse mendimi më i saktë, mendimi më i shnosh, mu'tamed që i themi në Hanefi, është edhe të farzët edhe të vitri. Po të namazet farze, e ke arrurit e të jatin e parë, i qunë kam, i drejtu, i lidhë më në rekatin e tretë. Nëse ulesh, ka dy mendimet fukahave. Njeni mendim thot, prishet namazi, prishet, i e qunë kam, i e drejtu tamam, ke filluar farzin e kijamit, dhe kthesh ulesh, prishet namazi sepse ke filluar një farz dhe ke lënë gjys. Mendimi tjetër thot jo nuk prishet namazi, por megjithatë duhet bën sevi sejdë. Mendimi më i mbështetur është se nuk prishet namazi, por mos e harroni kur këtë, me që ka një mendim se prishet, gjithmonë ekziston një rrezik që mund të jetë vendimi i vërtet, prandaj nuk duhet kthesh, pra mos e praktiko kthimin prap. E njëjta vlen edhe te namazi i vitrit. Wa yaqtasiru ala at-tashahhud li shubhati al-fardhiyyati. Në tashahhud, në tahiyat, thot e redukton, e lexon pra vetëm e tahiyatin edhe shahadetin. Yaqtasiru fi at-tashahhud. E lexon e tahiyatin edhe shahadetin pa salavatet. ولا يستفتح أي لا يقرأ دعاء الاستفتاء عند قيامه للثالثة لأنه ليس ابتداء صلاة أخرى. Kur qosh në rekatin e tretë, pras uljes parë, qosh në rekatin e tretë, nuk e lexon la yastafti, nuk e lexon subhanën. Nuk e lexon subhanën në rekatin e tretë. Pse thot nuk e lexon? Sepse rekati i tretë nuk është fillim i një namazi, por është vazhdimsi, shebihun li fardhijeti, i përgjet farzit. Të namazet nafile në parim janë këtë dy rekate. Të namazet nafile
Në reqatin e tretë këndohet subhanja sepse çdo i treti reqat konsiderohet fillimi i një namazi. Mirë po kjo i përngjet farzit vitri dhe nuk lexohet subhanja. Wa idha faraga min qira'ati surati fiha ay rak'ati thalitha rafa'a yadayhi hidha'a udhunayhi. Kur thabitis leximin në reqatin e tretë, ka këndu ilhamin, e ka këndu një sure, ka lexu surën, i ngrit duart sikur të tekbiri fillestar. Kema qaddamnahu, që kemi shpjeguar më herët se si është procesi i ngritjes së duarve dhe e merr tekbirin, pra ju kebbir, thumma kabbar, mos e ti ngrit duart, thot Allahu Akbar. Li intiqali illa që këtu kema qaddamnahu, pra si që kemi shpjeguar tekbirin se si merret përpara, njëjtin tekbir. Illa idha qadahu, me përjashtim nëse është duke e falur kaza namazin e vitrit. Është duke e falur kaza. Hatta la yura tahavunuhu fihi bi raf'ihi yadayhi inda man yarahu. Nëse është të e falë namazin e vitrit kaza, dhe ka njerëz aty ku e falë kaza, për mos me ranë nivelin e përbuzjes, në nënçmimit, për mos me qitë muhabet edhe njerëzve të tjerë, mos me nënçmu edhe vetën, nuk ka nevoj me ngrit durt te kazaja. Por çka? Vetëm kebber, vetëm thot Allahu Akbar. Fjala Allahu Akbar në këtë rast është vajib. Është vajib. Pse është vajib? Li intiqalihi ila halet dua. Sepse tash prej leximit Kur'anit duhet transferohet në një gjendje ku bëhet dua, lutje. Transferimi prej një rukni me një rukn tjetër, me çka bëhet namaz? Me tekbir. Prej rukujt, si çomin ose prej sejdës, në sejdën tjetër, me çka transferohemi? Me tekbir. Pra, thumë me kebbere, pra e kuptum këtë, nëse është kaza, ka njerëz që e shofim, për mos me raj, me ule autoritetin e vetë para njerëzve, nuk ka nevoj me ngritën durt. Nëse është vetë, ose është në dhomë, atëherë duhet me ngritën durt edhe kur e falë kaza. Wa ba'da tekbir, kanete qaiman, lianna an-nabi kana yaqnitu fil vitri qabla ar-ruku. Mos i ta merr tekbirin, mos i thot Allahu Akbar, thot duan e kunutit e lexon duke qenë në këmbë. Duke qenë në këmbë, pra para se me shkuën në ruku. Sepse thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kana yaqnitu fil vitri qabla ar-ruku, sepse pejgamberi alaihi salatu wassalam duan e kunutit në namazin e vitrit e bënte para se me shku në ruku. Wa inda al-imam yadha yaminahu ala yasarihi. Si mas imamit, mendimit të imam Ebu Hanifes, e merr tekbirin dhe përsëri lidhet në namaz, e nën dorën e djathtë mbi dorën e majt, pra lidhet në gjendje të rëndomt në namaz. وعن أبي يوسف يرفعهما كما كان ابن مسعود يرفعهما إلى صدره وبطونهما إلى السماء. Imam Ebu Jusufi thot, në namazin e vitrit, kur tha lexon duan e kunutit, nuk i lidh durt më sikur në namaz. As nuk i lëshon të poshtë, yarfa'huma, i ngrit durt, se po bën dua, i ban dua. Shuplakat e durve duhet me qenë të drejtuara drejt qiellit. Thot argumenti për këtë, thot li'annahu kana ibn Mas'ud, njëri prej dietarëve që më shumë ti i ka njoft çështjet e fikut, thot kana yarfa'uhuma ila sadrihi. Ibn Mas'udi thot kur e falte namazin e vitrit, i ngrit të duar drejt me gjoksin e tij, wa butunuhuma ila sama. Këto shplakat e durve të drejtuara drejt qiellit.
وروى Faraj Mevla Ebu Jusuf, një i liruar apo shërbëtori, e ka pasemi Faraj, shërbëtori i Ebu Jusufi që i ka shërbien, thot, Rëejtu Mevlaje Ebu Jusuf, thot, zotnijën tem, ki shërbëtori, thot, e kam pas zotnijën tem, pra kanë e ka pa Ebu Jusufin, e kam pas zotnijën tem duke u falë, idha dekhale fil kunuti lil vitri rafa jedehi fi dua, kur hinte në pjesën e kunutit, namazin e vitrit, i ngrit të duart. Pra nuk i lidhte. Tash ky pe argumenton mendimin e Imam Ebu Jusufit. Ibni Ebi Imrani, njeni prej djetarëve, thot, kene Faraju thikatun. Ki Farajë është njeri i besueshëm, nuk është çfarë do njeri që nuk mund të besohet. Vjen ma vonë Kemal ibn Humami, në Fethul Kadirin e ti, edhe e sqaron pse, thot, Imam Ebu Jusufi, wa wajahu umumu delilu rraf ili dua. Thot, Imam Ebu Jusufi, argument për me ngrit duart e ka morë prej gjithë përfshirjes së argumenteve që kur të bëjsh lutje në për hadithet tjera, argumentet tjera, kur të bëjsh lutje duhet me ngrit duart. Imam Ebu Jusufi këto hadithet tjera, gjithë përfshirjen e argumenteve tjera i ka morë si bazë. E ka bo edhe te namaz i kunutit. Dhe ju gjabu bi annehu makhsus, bima lejse fi salat. Kemali thot, tash ki i përgjigjit e Ebu Jusufi se ti nuk është qështu si po e thu ti. Po i them një farë kuptimi, se unë po i them mënyrë të vrashgët, ki e ka thonë mënyrë shkencare. Thot, ku është bazu Ebu Jusufi? Është bazu të gjithë argumente, gjithë përfshirje argumenteve, se gjatë lutjes duhet me ngrit duart. Po Kemali thot, mirë po këtu, thot, unë i përgjigjem, bihane u makhsuson, sepse namazi i vitrit është lutje specifike, nuk është sikur të gjitha lutjet tjera. Bima lejse fi salat, shka nuk janë namaz. Lil ijma e leuna lare fa fi duajt të shehud. Sepse thot, çfarë logjike përdur? E të hijatja është dua. A është namaz. Thot, a thot dikush se duhet me ngrit pra, nëse ti e merë parim se është dua, dhe në bas të duas, është rregulli me ngrit duart, atëherë edhe të hijatin kur ta këndojmë, duhet, pa lutjet të gjitha, duhet me ngrit duart. Do të më për këtë ka konsensus djetarëve që këtë nuk i ka bo kur kush. Kultu, ve fihi nadharun li athari ibn Mas'ud alladhi taqaddama qariban. E thot edhe këtë, e the se kjo ishte nga gjithë përfshishmëria e mendimit të Ebu Jusufit. E po çka i bojmë tash hadithit të ibn Mas'udit që thot ai, se Ibn Mas'udi kur u falte, i ngren të duart, e thot kitë duhet me paket, duhet me analizu pra, këtë hadith, e vjen ma poshtë si e analizon. Fil Mabsut, në veprën e Mabsut, Imam Sarakhsius, ka një transmetim nga Muhammed ibn al-Hanafiyya, kale e duau arba'a. Muhammed ibn al-Hanafiyya, kjo është djali i Hazreti Alis. Është tabiin, njeni prej djetarëve të mëdhenj. Thot, lutjet janë 4 lloje. Dua u ragbetin, lutjet e dëshirës, kur dëshiron njeri diçka, thot, këto fe fihi yaj'alu butunu kefehi ila sema. Në këtë lloj të lutjeve duart ngritën nga qielli. Pastaj thot, dua u rahbetin, është duaja e frigës, wa fihi yaj'alu dhahra kefehi ila wajhi kel mustaghithu min ash-shay. Dhahra kefehi ila wajhihi, që kështu. Wa duau tadarru fihi يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام بالوسطى ويشير بالسبابة.
يعقد الخنصر والبنصر që këto dyja janë khunsuri mbledhen që këtë formë, thot gishtin e madh e mbledh me këtë mesmin që këtë pikë, edhe yushiru bis sebab që është gishti tregues në këtë formë. Sidomos kur janë ato lutje të rënda kur lutën, ka plot në kemi pa xhallar që lutën në këtë formë prafërsisht. Thot krejt këto, ki Muhammed ibn Hanafia i thot, ki ka për qëllimin me i kallëzu se çka janë llojet e lutjeve. Lima ravejnu, yaknutu qabla ar-ruku'i fi jami'i as-sanati, la yaknutu fi ghayri al-witr. Thot tan kohën, tan vitin pra, duaja e kunutit bëhet para rukuit gjithmonë. Nuk është sezonale. Wala yaknutu fi ghayri vitr, dhe nuk ka duat kunutit në namazet tjera përveç në namazin e vitrit. Wa huwa as-sahih. Wa huwa as-sahih. Po. Ky është mendimi i sakt. Li qawli Anas, sepse Anasi radhiyallahu anhu ka thonë, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi as-subhi بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب رعل وذكوان أصية حين قتلوا القراء وهم 70 أو 80 رجلا ثم تركه لما ظهر عليهم فدل على نسخه. Anasi radhiyallahu anhu thot, pejgamberi alayhi salatu wassalam kunutin e ka bën edhe në namazin e sabahit dhe shafit. Thot këtë duan, se fjala kunut është dua lutje. Kunutin thot e ka bën pejgamberi alayhi salatu wassalam në namazin e sabahit. Këto sigurisht profesor Luta është më i thirrur për këtë. Në atë momentin kur mushrikët i kanë myt disa hafizat, disa lexues të Kur'anit Kerimit. Dhe nuk është ditë, ka pas një rast atje ka ndodhur kohën e pejgamberit, dhe nuk është ditë për njerëzit tjerë. Kush e ka lexuar historinë islame e din më mirë. Thot pejgamberi alayhis salam, namazin e sabahit ka bo kunutin, pra lutjen mas namazit sabahit, duke qenë mrenda në namaz, për rastin që ka i ka ndodhë dhe është lut për ato njerës që të shpëtojnë. Ato që ka kanë me të gjallë. Dhe thot të ka një sebeb, pse pejgamberi ka bo. Wa hadha yadullu, dhe kjo jep me kuptu se mas kësaj ajo është anullu ki praktikim. Kjo është gjithnjë shpjegimi si pas Hanefive. وروى ابن أبي شيبة thot, لما قنت علي في الصبح أنكر الناس عليه ذلك. Ibn Ebu Shejbe thot, ka ardhur Alia në ka fal namazin e sabahit, ka dal imam. Dhe mas namazit sabahit e ka bo duan e kunutit. Fa ankara an-nasu alayhi. Njerëzit e kanë kundërshtu. Çfarë të thot njerëzit e kanë kundërshtu? Pra nuk e ka praktiku pejgamberi alayhis salam. E kanë kundërshtu Aliin. Fekale. Thashka e ka arsyeton Alia radhiyallahu anhu. Thot innama istansarna ala aduwina. Patëm nevojë që të bëjmë lutje që Allahut na jep fitore kundër armikut ton. Do thot ka përsëri ka një sebeb. Wa fil ghaya, në veprën e lëgaje, e Sërrugje, kjo është një dietar prej këtine, po Ahmed ibn Ibrahim ibn Gani Sërrugje, autori është i kësaj, thot, është një prej librave të mëdha të fikut Hanefi. In nazala bil muslimina nazilatun qanata al imamu fi salati al jahri wa huwa qawlu Thawri wa Ahmed. Ki në veprën e lëgaje thot, nëse të muslimanët ka ndodhur një tragjedi, një vërshim, një zjarr,
një luftë, një diçka. Thot, imami e ban duan e kunutit në namazet në të cilët lexohet me za. Wa huwa qawlu Thawri wa Ahmed. Kjo është mendimi i Imam Thawrijës dhe Imam Ahmedit. Wa qala jumhuru ahli al-hadith. Shumica e dietarëve të hadithit kanë thënë el-kunutu 'inda an-nawazil mashru'un. Kunuti në rastet të jashtëzakonshme, kur ka ngjarje, kur ka ndonjë katastrofë, kur ka ndonjë diçka, është çështje e liçuar fi salavati kulliha, në të gjitha namazet. فعدم قنوت النبي في الفجر بعد ظفره بأولئك لعدم حصول نازلة تستدعي القنوت بعدها فتكون مشروعية مستمرة. Thot pse pejgamberi nuk I ka bën kunutit, mos atij rastit që e përmendëm, kur është lut për ato vrasjet që I kanë bën mbytyjet e atyre hafiza o lexuesve të Kuranit Kerimit, thot kjo nuk jep me nuk kuptues se ajo është ndërprer. Ajo mund të vazhdon në raste të veçanta, mashruatun mustamirratun, është e vazhdueshme. وهو محمول قنوت من قنت من الصحابة بعد وفاته وهو مذهبنا وعليه الجمهور. Dhe sepse kunutin e kanë bën edhe disa prej sahabeve në raste të ndryshme, një ndër to e përmendëm rastin e Aliut radiallahu anhu, dhe thot ky është medhebi jon, pra dietarët thonë ky është medhebi jon ve alaihi el-jumhur, dhe sipas këtij mendimi veprojnë shumica e dietarëve. Për çka nuk kuptuam? Kunuti në raste të veçanta mund të bëhet brenda namazit. Pra përjashtim prej namazit të vitrit, gjithmonë. Innama la yuqnatu indana fil fajr min ghairi baliyatin. Mirë po sipas mëdhëbit ton, në namazin e sabahut nuk ka kunut nëse nuk ka ndonjë bela, ndonjë mubtala, ndonjë sprov. Fa in vaqa'at fitnatun aw baliyatun fala ba'sa bihi. E nëse ka ndodhur diçka e tillë, pra ndonjë zjarr, ndonjë tërmet, ndonjë diçka vërshim, thot fala ba'sa bihi, nuk prish punë, edhe pse e ula është mos me e bo, nuk prish punë edhe në medhebin Hanefi me e bo kunutin në namazin e sabahit, sepse këtë e ka vepru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e I ba'da rukui, pas rukuit, kema të kaddeme, sepse namazin e sabahit bëhet pas rukuit, jo para rukuit. Edhe pse dietarët e medhebit Hanefi këtu kanë dy mendime. Imam Shrumbulali thot ba'da ruku. Pra, nëse ka një katastrofë, një zjarr, një tërmet, një diçka, dhe dietarët Hanefi pra dojnë me bë kunutin namazin e sabahit, Imam Shrumbulali thot duhet me bë ba'da ruku. Mirë po, Imam el-Hamawiu, se ka dy mendime në medhebin Hanefi. Imam el-Hamawiu thot duhet me bën ngjajshëm sikur te vitri para rukuit. Ibn Abidini thot pas rukuit, do thot e përkrah shumicën ose mendimin e Imam Shrumbulalit në këtë rast që bëhet pas rukuit. Pra nëse gjeni mendim diku se e thamna pas rukuit, po këtu po thot para rukuit, të dini se ka mendim edhe të tillë. Wal kunut, fjala kunut min ma'nahu ad-du'a fil vitri. Fjala kunut e ka kuptimin lutje. Wa huwa bil lafzi alladhi ruwiya an Ibn Mas'ud. Du të them një send. Fjala kunut është lutje mutlaka, dua e përgjithshme. Çfarëdo lloj duaje që bëhet në këtë rast, çfarëdo lloj duaje që ka bazë në Kur'an dhe në Sunnet, e plotson duan e kunutit. Nuk është patjetër vetëm kjo çka e dim ne. Kjo është prej suneteve tani. Por çfarëdo lloj duaje që e ban e që ka bazë në Kur'an, pra është ajet Kur'anit ose është hadith, dua
e plotëson se nuk është mukhassas e specifikuar ja kjo ja zban tjetër. Thot duan që e bëjmë ne Hanefit, sepse ka dhe mendime tjera, thot fjalën prej ne e mormi prej Ibni Mesudit, Abdullah ibn Mesudit, pra transmetimin e Abdullah ibn Mesudit që është Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdika wa nastaghfiruka wa natubu ilayka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nuthni alayka al-khayra kullahu nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhlu wa natruk من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد إلى آخره deri në fund. Kjo është duaja e kunutit e transmetuar sipas transmetimit të Abdullah ibn Mesudit. Do thot ka edhe transmetime të tjera. Ka transmetime tjera që mes këtyre fjalëve, shtohet ndonjë fjalë. Nëse ndëgjon, do thot nuk prish punë ajo. Pra lexohet që kjo dua dhe në fund përfundon me salat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo dua, kjo dua, mbi dhat. Duaja në këtë rast e ka dispozitën e vajibit. Dispozitën e vajibit. Wal mu'tammu yaqra'u al-qunut kal imam. Unë i lëshova pa këto dosende që kë i shpjegon në aspekte dhe gjuhësor si cilën fjalë prej duas kunutit, për kush është interesuar mund të gjeni edhe në për libra tjera që si bëjnë tefsir se cilën prej këtyre fjalëve çka do thotë kjo, çka kjo. Neve po na interesojnë ato çka janë hukme që kanë të bëjnë me vitrin. Dua në kunutit, yaqra'u al-qunut wal mu'tammu yaqra'u al-qunut kal imami 'ala al-asah. Dua në kunutit e kënon edhe xhamati, ai çka është pas imamit, xhamati barabar me sikurse imami. Sipas mendimit më të saktë, do me thonë se ka edhe mendim tjetër. Ka mendim që nuk e kënon se kjo ka bashkëngjit imamit. Mirë po, mendimi i saktë është se kjo duhet të lexon duan e kunutit mas imamit. Ve yukhfal imamu wal qawmu wa huwa sahih. Edhe imami edhe xhamati e lexojnë paza. Duan e kunutit edhe imami edhe xhamati e lexojnë paza. Walakin porse istuhibba lil imami al-jahra fi bilad al-ajam. Në ato vende ku nuk janë musliman, që nuk janë arab, thë ka fjallën, po në të kohë ka pas ndoshta kuptim, po tash nuk ka kja fjalla jo arab, në ato vende ku islami është rishtazi, pra nuk janë njerëzit njohëtën me islamin, thot, rekomandohet liyata'allamuhu kama jahara Umar. Rekomandohet që imamit të thot pak me zan, jo të ngrit zanin, jo me zot nalt, të ngrit pak zanin, e thonë këto mes të ngritjes edhe ulljes e tërsishme. Pse që të mësojnë xhamati për mas? Pra, në ato vende, në parim, duaja lexohet paza. Nëse xhamati janë që kanë nevojë me i mësu, atëre yustahabbu, preferohet, rekomandohet që të lexohet me një zan pak më të ngritën që të mësojnë xhamati. Thot sepse kështu ka vepru Omeri radiallahu anhu hine qademe alejhi vafdul Irak, kur i ka arë një delegacion prej Irakit dhe va ka falë namazin Omeri, kur ka arë të duaja e kunutit e ka lezu pak me za që të kuptojnë këto se këtu duhet të lexohet kjo dua. Pra, walidha fassala ba'duhum in lam ya'lam al-qawm. Pra disa kanë thënë nëse xhamati nuk e din këtë dua, ose nuk e din këtë mesele se duhet lexohet, imami e lexon që të mësojnë xhamati, atëherë është më efdal me lexu me zan. Nëse
Xhamati e din, më e preferuar cila është të lexohet pa zë. وإذا شرع الإمام في الدعاء فهو اللهم اهدنا كما سنذكره بعد ما تقدم من قوله اللهم إنا نستعينك. Thot nëse imami ka fillu me lexuar Allahumma hdina fi men hedejt ve afina fi men afejt. Kjo është dua që lexojnë të mëdhebi Shanif Shafi në namazin e sabahit. Dhe është prej duave shumë të bereqetshme dhe shumë të mira. Mirë po imami e ka lexuar Allahumma inna nasta'inuk. Edhe mos e ka betis këtë dua, imami ka filluar me Allahumma hdina fi men hedejt ve afina fi men afejt. Ç'a duhet me bo xhamati tash? Mas Allahumma inna nasta'inuk. Qale Ebu Jusuf yutabi'unehu, edhe xhamati i bashkangjiten imamit. Wa yaqra'unehu ma'ahu, e lexojnë duan pra Allahumma hdina fi men hedejt ve afina fi men afejt. Deri në fund duaja. Atëre Ebu Jusufi thot edhe xhamati i bashkangjiten imamit dhe lexojnë bashkë me imamin. Imam Muhamedi thot la yutabi'unahu, jo nuk i bashkangjiten fihi. Wala fil kunuti alladhi huwa Allahumma inna nasta'inuka walakin yu'minuna ala du'aihi. Thonë nuk i bashkangjitin, nuk e thon me zan bashkë me imamin. Madje edhe duan Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka. Edhe këtë xhamati sipas i mendim Muhamedit nuk e thon lutjen, por këto ju eminun e thonë amin, amin, amin. Pra me këtë përcjellin. والدعاء قالت طائفة من المشايخ, disa prej dietarëve ka thonë innehu la tawqita fih. Pra nuk ka dua të përcaktuar të kunuti. Me thonë që kjo së zban. Me preferueshme wal ula an yaqra ba'da ma taqaddama. Me mirë është lexohet, pra me preferueshme është çajo që e thamna transmetimin e Abdullah ibn Mas'udit. Kunutul Hasan ibn Ali, e preferuar është lexohet kunuti, pra duaja e Hasanit, birit Aliut radiallahu anhu, i cili thot allamani Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kelimatin ekuluhunne fil vitr. Hasani, biri Aliut, thot, mi ka mësu, nipi pejgamberit alayhi salam, thot, mi ka mësu në do fjalë pejgamberit që unë t'i them në namazin e vitrit. Ve fi lavdhin fi kunutil vitri. Pra me një shprej hadithi thot fil vitri, në hadithin tjetër fi kunutil vitri, po është fjallë për. Hakimi, Imam Hakimin, mustadrekun e ti thot, idha rafa'tu ra'si wa lam yabqa illa sujud, Allahumma hdini fi men hedejt, wa afini fi men afejt, wa tawallani fi men tawallejt, wa barik li fi ma a'tajt, وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت باركت وتعاليت. Që kjo është duaja që ka mësuar Hasanit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është sipas transmetimit që ka regjistruar Hakimi. Bejheqiu thot ba'da walejt ولا يعز ولا يعز من عاديت. Shton një fjalë tjetër, pra transmetimi. وزاد النساء, Imam Nisai u thot sallallahu ala nabi fa huwa kama tarasim. Pra ndryshojnë prej fjala në fjalë. Kemal ibn Humami, autori i veprës Fathul Qadir nga madhhabi Hanefi, thot lakinnahum ay dietarët, shifet të shkisi i bën. Se na e thamë se që kjo është duaja transmetimi i Abdullah ibn Mas'udit. Abdullah ibn Mas'udit sigurisht se nuk e ka shpik prej veti këtë punë.
Në anën tjetër vjen Hasani, thot ma ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një dua që duhet të bëj unë në namazin e vitrit të kunuti. Kemal ibn Humami thot, lakinnahum pra djetarët, o gjallarët, laffakuhu min hadith fi haqqi l-imam am la yakhissu l-kunut. Telfik është kur merr prej shumë vendeve. Telfik, për shembull, do me fal namazi për një pjesë merr pi Hanefive, një pi Shafive, një pi Malikive, një pi. Imam Ibn Kemali thot e kanë marrë këto dietarët, e kanë bërë telfik, e kanë kombinu pra, ta them nëse i përshtatet fjala, e kanë kombinu prej haditheve në ato shprehje që janë të veçanta vetëm për imamin, i kanë bërë shumës. Allahumma hdini fi men hedejt. Tash çka duhet me vë imami? Allahumma hdina fi men hedejt. Wa afina. Dhe çka? Fekaluhu binunil gjem. Ihdina, kjo është nuni shumësit. Ej, Allahumma hdina wa afina wa tawallana ila akhiri. Deri në fund pra, sepse çka? Pejgamberi alayhis salam e ka ndalu që imami kur të falet dhe kur të lutet, t'i bën lutjet vetëm për veti, të shkëput vetën prej xhamatit me lutje, por duhet të sjell edhe nëse lutja është ka plot lutje që janë njëjës, e kthen pra nunin ose si vjen fjala në shumës. Kalet minhum sahibu dorri wal garar wal burhan, këto autorët që kanë marrë me këtë përputhjen ose përshtatjen. Allahumma hdina fi riwayat al-Hasan ahdini kema nabbahna alayha. Pra, këto fjalët që kanë thonë ihdini, ihdina. Aslu el-hidaya dhe kitash i spjegon këto Allahumma hdina fi men hedejt ose hdini fi men hedejt, edhe ki i spjegon se çka është hidaya, çka është udhëzimi, edhe kështu me radhë. Wa man lam yuhsin dua al-qunut al-mutaqaddam, ai që nuk e din duan e kunutit. Ç'a duhet me bë? Qala al-faqih Abu Layth, fikhisti i njohur Abu Layth as-Samarkandi, يقول اللهم اغفر لي يكررها 3 مرات. thot 3 herë اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. Po. أو يقول ose thot ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Kështu thuhet fi التجنيس. Libri التجنيس është që shpjegon Imam Kuduriun. وهو اختيار مشايخنا, kjo është zgjedhja e dietarëve tonë. Ose thot ya rab ya rab ya rab 3 herë. Kështu thot e ka përmendën Sadru Shahid, fa hadhi 3 aqwalu mukhtaratun. Thot këto 3 mendime. Pra mendimi i parë thot Rabbi Allahumma ighfirli, e dyta është Rabbana atina fid dunya, edhe e treta është minimumi që është Ya Rab. إذا اقتدى بمن يكنت في الفجر كالشافعي قام معه في حال كنوته ساكنا في الأظهر لوجوب المتابعة في القيام, ولكن عندهما يقوم ساكتا. Nëse në namazin e sabahit je lidh mas imamit që është Shafi, ato bojnë dua në kunutit, ne jemi Hanefinë, nuk bojmë dua të kunutit. Çka duhet me ba? Qama ma'hu fil hal, ngritesh me e përcjell imamin, fi hale kunutihi sakitan fil adhar, duke heshtur. Pse duhet me i shku për mas ati? Jo. Pse duhet me i shku imamit?
sepse thot li vujubi mutabi'atihi, sepse ndjekja e imamit është vajib fil qiyam, lakin indahuma yakumu sakit, po qëndron heshtur, si mas Ebu Hanifës dhe Muhamedit. Pra, i bashkangjitet imamit, por qëndron heshtur. Imam, kështu është mendimi Ebu Hanifës dhe Imam Muhamedit. Ebu Jusufi thot, yaqra'uhu ma'hu, edhe ki lexon barabar me imamin. Li'annahu tabun lil imam, sepse ky ka bashkangjit imamit ma. Wal qunut mujtahidun fihi, fasara kat takbiratul idain wal qunut fil witr ba'da ar-ruku. Sepse ki tashmo ju ka bashkangjitur imamit dhe këtu shkon sikur se të tekbirët e bajrameve, kur do të vim ma vonë. Janë 3 tekbirët bajrame, apo? E imami ja ka nisë. Të 4, Allahu Akbar, ti e pason. Të 5, Allahu Akbar, e pason. 6, Allahu Akbar, ti e pason. 7, Allahu Akbar, ti e ndjek imamin. Tani, se ku ndalet kur dhim të bajrami? Se ka një numër ku duhet ndalet. Po du të them se sarë këtë tekbiratul idain në ndjekin e imamit e vazhdon lutjen me ta. Te Ebu Jusufi thot, pra, Imam Ebu Hanifi thot me Muhamedin, e ndjek imamin për në heshtje. Ebu Jusufi thot të lexon barabar me imamin edhe ti. Wa yursilu yadayhi fi janbayhi li'annahu dhikrun laysa masnun. Dur thot I lishon poshtë, nuk I lidh. Dhe pse si lidh durt? Sepse durt lidhen vetëm në një pjesë të namazit ku ka ndonjë dhikr që është sunnet. Ose fars, ose vajib. Në atë vend ku nuk ka lutje të sunnetit, durt nuk lidhen, durt man të poshtë. Në këtë rast, thot Ebu Hanifja, durt lëshohen poshtë, li'annahu dhikrun laysa masnunan, sepse ky dhikr nuk e ka kategorinë e sunnetit. Idha nasiya al-qunut thalith al-witr wa dhakarahu fi ar-ruku' aw fi ar-raf'i minhu ay min ar-ruku' la yaqnut. E ka haru kunutin. Ka shku drejt në ruku. Duke qenë në ruku. Ose duke u ngrit prej rukuit, I kujtohet. Nuk ban më kunutin. La yaqnut. Nuk ban më kunutin, por çka ban? Shkon drejt në sejdë dhe obligohet me sevi sejdë. Kryesorja e ka harruar duan e kunutit, ka shkuar në ruku. E ka rënë mend se ka bë kunutin. Nuk ka nevojë me mu kthien edhe me e bë kunutin. Nuk duhet. Por shkon drejt në sejdë, ban sejdën tjetër, jep selam në anën e gjatë e bën sevi sejdën. Thot, kjo është mendimi më I sakt. Ale sahi, si pas mendimi. Mirë po, nëse është kthi, është ngrit prej rukujt, dhe ka përsërit kunutin, nuk shkon më në ruku. E ke qartë. Pra, nëse ka shku në ruku, nuk ka nevoj me përsërit rukujt, atë kunutin, doan e kunutit. Po e ka përsërit burri. E ka përsërit, e ka bo doan e kunutit. Për shdytin nuk shkon në ruku. Se nuk bëhet ruku I 2 herë. Shkon drejt në sejdë. Ajo që I bashkon të dy rastet është se sejdja se duhet me bo edhe në rastin e parë, edhe në rastin e dytë. Në rastin e parë se ke lëshu vajibin, doan e kunutit. Në rastin e dytë bëhet se sejdja për 2 arsye. Një, se e ke bon një veprim, një dua ku nuk e ka vendin. Se ka më rukuj, kunuti nuk e ka vendin mas rukujt. E dyta, e ke vënu ulljen, se lidhshmëria mes pjesëve të namazit është vajib. Prej sejdës, është vajib më njerë më që në kam. Prej në kam, është vajib më njerë me shku në rukuj, jo kur dush ti. Këtu I ke 2 sebepe, në të 2 rastet duhet me bo, sevi sejdë. Po, të shovesh edhe sa kemi
Aska la shumë, po. لو ركع الإمام قبل فراغ المقتدي من قراءة القنوت أو قبل الشروع فيه وخاف فوت الركوع مع الإمام تابع إمامه لأنه اشتغال بذلك ليفوت واجب المتابعة. Nëse imami ka shku në ruku, jemi të doja të namazi vitrit në rekatën e tretë, të kunuti. Nëse imami ka shku në ruku, para se xhamati me lexu duan e kunutit. Sepse vaxhibi plotësohet vetëm me thonë Allahumma gfirli. Unë jam imam, unë e kam zgjedh këtë lutje me thonë 3 herë Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Ti e ke zgjedh si xhamat me bu duan e kunutit, atë çka e dimna, transmetimin e Abdullah ibn Mesudit. Dhe unë e i baj, e plotësoj vaxhibin, pra, vaxhibin e plotësoj si imam. Dhe unë shkoj në ruku. Ti sa e ke nis duan e kunutit, që duhet bosh? A duhet shkojsh pas imamit, a duhet të abitisish? Të ti duhet shkojsh pas imamit. E ndërpret duan e kunutit i bashkangjitës imamit. Ose, ma dje dhe ti nëse fare se ke fillu hala, imami ka shkuan i bashkangjitës imamit. لأن اشتغاله بذلك يفوت واجب. Sepse ti nëse merresh me leximin e kunutit, e ke humbur kjo angazhimi i jot me leximin e duas kunutit, ta humb vaxhibin që është me e pasu imamin. Dhe këtu duhet të them një sen tjetër, që duhet të rresh një xhamatit vërejtjen. Duhet të rreqim krejve. Po në kështë thonë mas shumë të i bile disa o gjallarve. Që i shofëmi praktikisht. E njëjta rregull vlen edhe sidomos rukuj ose të sejdë. Keni pa, shkon imamin sejdë. E bën sejdë. Thot imami Allahu Akbar, drejtohet, ato shka janë më të meshmi, ato më të devoqmi shka shtirën, se janë, ata la që ndrojnë sejdë, sa i kon jetë me bon një 200 herë me thonë Subhanë Rabbil Ala. Kur shkoj imami tonë në sejdën e dytë, ki vend të ngrit, kur qot imami prej sejdës dytë, i xhamati janë që në kom, ki alon sejdë, është kadal, ki me temenatër të qot. Ju krehu tahrimen, ky veprim është mekruhi tahrimen, obligohet me përsëritje të namazit, sepse këtë nuk e ban me gabim, por e ban me qëllim. Pra duhet të rreqet vrejtja. Se mutabeatul imam, bashkangjitja e imamit është vajib. Wa terkul vajib, braktisja e vajibit, se visesh dhe me harres, me qëllim, vujub i adet salat. Pra këtë duhet kemi kujdes se kemi plot xhamate. Unë nuk po tham se e bën me qëllim të keq. Po duhet të rreqet vërejtje se namazi vlerësohet veprimi. Dhe me që nuk mund të përfundojmë krejt këtë, do të lëm për një pjesë të kësaj deri në ligjëratën tjetër kishmet, atëherë deri te ligjërata tjetër. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.